Një qytetar ka denoncuar pranë redaksisë së Joqo Albania situatën shqetësuese në të cilën ndodhen shumë punonjës sezonal në jug të vendit, duke vënë theksin të një rast konkret. Rapos Resort Hotel në Himar. Sipas denoncuesit, në intervistat për punë premtohen kushte të mira pune dhe një pagë e kënaqshme, por realiteti është krejt ndryshe. Ai shpreh se punëdhënësit nuk i përmbahen asnjë prej premtimeve, duke ofruar kushte të mjerueshme dhe duke përgjysmuar pagat në fund të muajit. Madje në disa raste punonjësit nuk marrin asgjë nga pronari, tha Nasr Rapo, pavarësisht përkushtimit në punë. Ky fundit është ortak në hotel me Sokol Tushen, me vëllain e ish-drejtorit Erion Veliaj, Taulan Tushen. Përshëndetje, dua të bëj një denoncim në lidhje me këto biznese sezonale dhe papërgjegjshmërinë totale të tyre, për post fakti që në intervistë premtojnë shumë gjëra si kushte mjaft të mira pune dhe një pagë e kënaqshme, asnjëra prej tyre nuk ekziston. Janë disa biznese të cilat nuk i përmbajnë as pak fjalës, por kryesori ku dua të ndalem është Rapos Resort Hotel në Himar. Kushtet janë të mjerueshme dhe pagat përgjysmohen në fund të muajit. Qëndrimi korrekt në punë vlerësohet duke marrë vetëm 60% të pagës së premtuar ose në rastet më të mira nuk merret fare. Mungesa e higjienës në resort është mjaft e dukshme dhe ajo lë më shumë për të dëshiruar. Është jo korrektësia ndaj punëtorëve dhe mungesa e komunikimit të përshtatshëm thuajse zero nga eprorët. Ajo që më habit është fakti se askush nuk ngre zërin, por me sa duket pesyjet u mbyllin gojën të gjithëve. Megjithatë, i urojmë më të mirat dhe i pafshin hajrin lekëve të lodhjes së punëtorëve, shkrua një qytetar denoncues.